natyrisht kaq të njohur, ishte edhe fakti që ti ke shami. Ti ke zgjedhur të mbash shamin. Pra besimtare muslimane, po besimtar ka plot, po ti ke zgjedhur edhe të mbash shamin. Ka shumë aludime se lexoja shumë komente, thash kam bërë një kërkim shumë madh, se si të ka ardhur ty shamia. Dhe madje edhe këtu në Vil kur diskutohej, kishte aludime se për çfarë ke vënë shamin. Më thuaj pak historinë e shamis, si u lidhe ti me fen? Feja ka qenë pjesë e familjes apo e ke gjetur ti vet? Feja ka qenë pjesë e familjes, prindërit e mi janë besimtar, po që nga gjyshrit në fakt, që nga stërgjyshrit, më thënë feja ka qenë për herë në fisin tonë. Edhe kështu fshetas në komunizëm? Po, edhe atëherë. Do më thënë agjeronin fshetas, kam shumë histori që më ka treguar gjyshja në atë kohë, shumë histori të bukura, por shamin e kam vënë me dëshirën time të plot, nuk më ka imponuar njëri. Mamin time ka me shamia dhe prandaj ajo ka qenë si figura në shtëpi, që më ka nxitur dhe mua më shumë për ta vendosur, por që e kam menduar bashkë me motrën në fakt, e kemi bërë të dyja një tip plani, ajo tha unë do e vendos, ka ardhur koha dhe thash do e vendos edhe unë po e vendos e ti, edhe thamë bëhemi bashkë të dyja për të vendosur shamin. Është edhe një hap që doj çik për krajë mbështetje, se nuk është diçka e lehtë për ta mbajtur, sidomos në këto ditë. Atë dua që të kuptoj nëpërmjet teje. Ka gjithmonë diskutime për shamin. Ka pas diskutime të mëdha deri në Franca për shembull që ndaloi shamit, që pse i mbajnë shamit. Diskutimet feministe që pse duhet ta vë shamin, sepse i lidhin edhe me pjesën e grave të përulura, grave që domethënë që humbasin lirit, që i shërbejnë burrave. Për ty çfarë simbolizon shamia? Çfarë është shamia dhe ndoshta pak nga feja dhe pak për ty shpirtërisht? Atëherë, si fillim unë shamin e mbaj si për të zbatuar një urdhër që Zoti ka dërguar për ne, për femrat. Ne e dinim që do vinte një ditë që do e vendosnim atë shami, sepse shamia ishte urdhër. Pra, domethënë nëse ti falesh edhe beson në Islam, edhe je besimtare muslimane, shamia është pjesë e këtij besimi. Domethënë kur të vi momenti, edhe ti e shikon të përshtatshme, duhet të jesh gati, pra nuk duhet mendosh për ta hequr pasi e vendos. Domethënë duhet ta ndash mendjen 100% kur e vendos shamin që kjo nuk hiqet më dhe do e mbash në mënyrën më të mirë të mundshme, duke e përshtatur edhe me veten tënde, siç kam bërë unë në rastin tim. Dhe shamia pastaj bëhet pjesë e jote. Po, bëhet pjesë e jote. Pjesë e identitetit. Sa vjeç ke qenë kur e vendosa? Kam qenë në fund klasës 8. 13 vjeç. Po, e vogël kam qenë. 13. Po 13 është e vështirë të marrësh një vendim kaq të madh. Kishte një moment që jo, nuk kam pasur kur momente që të them do e heq. Ka qenë shumë e vështirë në fillim, më shumë vështirë si kam hasur tek modeli shamis, i kam ndruar qindra mijëra herë ato modele, derisa gjej rahat tek njëri se mu hapte shamia, më dilni në çik fje floku ose qafa ose edhe rria gjatë gjithë kohës duke prekur shamin edhe u sikletosja. Muaji i parë ka qenë muaji më i vështirë për mua, por kur nuk kam thënë që do e heq. Thjesht do mësohem. Shamia është pjesë e ime tani, edhe pa shamin nuk e mendoj dot veten. Kur, nuk e di, është pjesë e ime. Po shoqëria si e priti, se kam parë dhe në kërkimet e mia në TikTok, vazhdoj edhe kësaj. Kam parë që ke edhe shoqe pa shami, domethënë që si e pritën ato kur e vure ti? Unë kam edhe shoqe me shami edhe pa shami, në përgjithësi janë të gjitha besimtare, por që e kanë pranuar shamin, biles më kanë përkrahur. Kemi bërë edhe udhëtime vetëm vajza, pastaj bëhet fjalë pak më vonë, se kam qenë e vogël atëherë, por që tani shamia është diçka më se normale, nuk është më një gjë për të vënë gishtin ose diçka për të çuditur. Shamin tani pa mba çdo kush, çdo muslimane. Duke folur për besimin. Je besimtare që ndjek çdo lloj rituali, domethënë përveç agjërimit, bën lutjet apo se ka disa nivele besimtar, shumë mendoj që funditës besimi është brenda, është marrëdhënia jote që ke me Zotin personale. Po ti çfarë lloji besimtare je? Feja jon ka 5 shtylla dhe i zbatoj të 5 shtyllat. Domethënë edhe falem, edhe agjëroj, edhe dëshmoj që ka vetëm një Zot, jap edhe zakat, edhe mundohem t'i bëj gjitha. Falesh në orare? Po. 5 vaktet. Po për shumë kur je në aeroport, se tash këtë kurioziteti im, po është dhe shumë njerëzve që jam kur në aeroport, ka ca dhoma aty për shembull, ti nëse në një vend të bie ora e faljes, falesh aty ku? Falem.
Falem. Ka raste ndonjëherë që mund të na kaloj si orar edhe e falim, por me vonesë, thjesht na bashkojnë 2 namaze bashk, por prap nuk I le pa falur, edhe ashtu me vonesë I fal. Interesante që këtë pjesë je kaq e disiplinuar në pjesën e fesë, edhe kaq e përkushtuar dhe paske një histori shumë të madhe në familje, kurse në TikTok përpos faktit të shamis, nuk para ngacmon këtë pjesë shumë. Dhe madje I lë dhe njerëzit të mendojnë çfarë të duan ata. Ai shumë I ke lënë sa që unë personalisht kam një histori për së largu me ty, sepse ka qenë një program Goca dhe Gra, ku kishin ftuar bashorten Elvis Naçit. Dhe në një moment u sulën të gjithë gratë në studio dhe më bëri shumë përshtypje, duke I bërë pyetje për ty, po duke qenë se ti nuk ishe pranishme aty, nuk ishe folur, dhe ati madje unë nxita më shumë të dija për ty, pikërisht nga një program, pra si thua bëri edhe një reklam, duke bërë anti-reklam, dhe thoshte, dhe e sulmoni, qa mendon ti? Ajo, tash pyetje nuk I di tamam, po ishte pak a shumë kuptimi ishte mos po kjo e denigron fe muslimane, kjo vajzë duke dëgjuar atë lloj muzike, duke bërë atë lloj gjërash në TikTok. Ai lejohet kjo fe muslimane, mos kjo. Dhe ai që s'më pëlqeu mua dhe po ta them, jo se jeti këtu për të mbrojtur, por unë e thash atëherë kur nuk të njeh fare, e kam shkruar te Kanabeli, që ka kaluar para një viti, nuk më pëlqeu e para, nuk mund të marrë asnjë mendoj unë, edhe pse disa kanë bërë shkolla dhe dalin si imam apo hoxh e tjerë dhe marrin çik autoritet për të folur në emër të fesë, por nuk mund të marrin disa vajza në studio apo kushdo tjetër të flasi dhe të shohë diçka dhe ta trajtoj se ky është fenomen I gabuar dhe ç'a mendon ti sepse kjo është e keqja. Kjo më nuk më pëlqeu që më jep ti një mendim të shajmë atë tash sepse kjo nuk përfaqëson. Natyrisht ajo përgjigjet e gruas së bashkëshortes Elvis Naçi, ai ishte një zonjë dhe natyrisht ajo tha që nuk është sado që ngacmuan ata, ajo ishte besoj që edhe ti e ke parë. Ishte shumë ekuilibruar në përgjigje, ishte shumë okay. Por nuk më pëlqeu ai lloj sulmi, nuk më pëlqeu që si merr përsipër dikush të flasë në emër të fesë dhe të duket gabim. Padyshim pastaj shkova dhe pash më shumë tek videot, pash që kishe dëgjuar, kishe këngë rapi, noisy e këto, dhe ti vazhdoi me të qeshur dhe vazhdoi nxirje prap. Ndërkohë që ka argumente për shembull që feja muslimane nuk e lejon muzikën, nuk duhet dëgjuar muzika. Ti si e ke ndier këtë sulm? Se nuk ishte I vetmi, kanë qenë edhe të tjerë. Po kanë qenë disa emisione që u bënin të gjitha pa praninë time. Mund të merrja ftesën, por që nuk pranoja të shkoja. Emisione pa fund, njerëz pa fund që flasin, komentojnë negativisht apo duan të më sulen edhe të më bëjnë ndjen keq. Ama kam një tip shumë çuditshëm që nuk më bën përshtypje fare. Nuk e çaj kokën, me thënë drejtën, kur e di që jam në rregull me veten time, tjerët të thonë çfarë të duan, mua nuk ma prishin dot zemrën. Në aspektin që do flasin, kjo tregon që unë po bëj diçka, pra, domethënë nëse unë do isha qetësi, njerëzit nuk do flisnin për mua. Po ti po ngacmoje një çik dhe ti se mbaronte. Është gjithë interaktivitet. Ditë e dyta pastaj, pas asaj. Është gjithë interaktivitet. Unë e shikoj që njerëzit aty u djeg, aty shko u sulmoj. Sepse me timen jam në rregull, po përderisa kjo gjë që unë them jam në rregull, sill ka kaq shumë interaktivitet nga mbrapa, ore ç'është muhabet, hajde ta bëj prap. Viewersa janë ato në fundit, mua më leverdisin. Edhe qoftë komente pozitive, qoftë negative, për mua përkthehen në para, edhe nuk më prish punë funditës. Që kështu ato të vazhdojnë. Po për shembull kemi një argument që thoshte, dakor, ti thua përkthehen në para, po argumenti mund të jetë që është një vajzë e vogël e cila është muslimane dhe të shet ty dhe thotë dhe si thua pa ato që ka mësuar në shkollë, ndoshta në medrese dhe me çfarë shef, ndoshta çoroditet. Ndoshta çoroditet thotë, jo unë dua të mendoj përpara si hati, ndoshta kjo feja mënyra se si ka hati është ndryshe. Jo çdo gjë bëhet përpara. Për pjesën e fesë pastaj unë e kam shumë shpirtërore, e kam personale fen edhe në fundit do jap llogari veçantë njerëzve për gjitha veprimet që unë kam bërë në këtë botë. Dhe nuk kam pse shqetësojnë njerëzit për llogarinë që do jap unë para Zotit. Domethënë çdo gjë është shumë personale tek feja. Unë mbaj shami, po me të vërtetë unë nuk kam pse flas për Islamin apo të bëj video për Islamin. Unë jam muslimane, po jam I besimit Islam, por që nuk kam asnjë lloj të drejtë të flas në emër të fesë, në emër të Zotit. Unë jam një vajzë e re do thoja dhe nuk kam informacionin e duhur për të dalur në TikTok tani edhe të flas, kjo ndalohet, kjo s'ndalohet. Do bëja shumë gabim
të flisja ashtu në emër të Zotit, se sa pa folur fare dhe pa e prekur si tem. Domethënë, më mirë preferoj të qëndroj në atë fluskën time, bëj shefin tim, unë tregoj lifestyle-in tim, unë nuk është se kam një content të dedikuar për fen, shamia po është pjesë e ime, unë atë s'kam ç'i bëj, unë nuk do ta heq se më thoni ju, jo po nuk e mban dot shamin se këndon kështu. E mbaj, ti ç'po bën? Ti, domethënë, ti që më flet mua, ke shami për vete? Shumicat nuk kanë shami fare, shumicat janë dhe burra, shumicat janë. E ke parasysh nuk përshtaten fare nga kush vin komentet apo edhe prandaj as nuk më hyn sy, siç i lexoj, i harroj. I lexoj me thënë deri se më bëjmë për qesh, ka raste, në një rast shumë thjesht për me kalu kohën. Shiko, ndoshta ka dhe një gjë që neve vërtet jemi përqindje e madhe muslimane, por kemi filluar të bëhemi më të ndjekim më shumë edhe ta marrim më seriozisht fen, qoftë muslimane apo muslimane, të paktën këto 2 dekadat e fundit, domethënë jemi më të rinj se vendet arabe, se po të shohësh, nëse del pak edhe çike një çik më shumë kulturë për të bredhur njerëzit që janë rritur në vende muslimane dhe bëjnë gjithë ritualet. Te kjo pjesa unë njerëz atë se kuptova fare pjesën e firmave, sepse është gjithë bota arabe ke domethënë princëre, princesha arabe që janë kur është mundësia pse jo. Që kanë firma, pastaj ato vendet kanë edhe te kalojnë luksin në një lloj mënyre, siç janë Omani, Katari, Emiratet e Bashkuara. Aty plas leku, po. Kështu që tash nëse të flasim për ato atëherë themi sipas Kuranit, hajde shkatrojmë gjithë shtete që heqim gjithë Louis Vuittonat nga dyqani. Sipas Kuranit, hajde gjithë me qindra mira vajza që janë që nga Indonezia, vende muslimane, gjithë linja mesme, cilat bëjnë një TikTok, dalin na kërcejnë, këndojnë, hajde ti zhdukim dhe ato, kështu që po ne kemi çik duam të gjejmë ku të kapemi dhe mua prandaj s'më kap dhe prandaj po ta thoja se s'ka pëlqyer as mua kjo gjë, dhe s'më ka pëlqyer asnjëherë kur përdoret feja dhe sidomos nga njerëz. Kur njerëzit flasin në emër të fesë dhe thot ai, shiko, se unë mendoj që në emër të fesë ti e bën gabim. Kush je ti? Po. Kush je